Nedim Bajrami ishte pa fat te Rangers pasi më 6 dhjetore nisi pas shumë kohësh si titular dhe në përfundim 21 minutave u largua i dëmtuar. Trajneri Dani Roli shqetësoi të gjithë më pas duke lënë të kuptohet se dëmtimi është më i rëndë nga sa pritej. Së fundmi Bajrami është ai që jep sinjale rikthimi. Së shpejti, shkruan futbollisti kombëtarës shqiptare në rrjetet sociale. 26 vjeçari e pati këtë vit një sprov të vërtetë, vetëm te kombëtarja u aktivizua rregullisht. Shumë prisnin largimin e tij në janar nga Rangers, ndërsa Bajrami është shprehur me fokus të plotë te klubi skocez. Shqipëria arriti objektivin minimal në kualifikueset e Kupës së Botës 2026, ku qezinit mbyllën fushatën kualifikuese në vendin e dytë në grupin K me 14 pikë, duke siguruar për herë të parë dhe kualifikimin në fazën e play-offit të Kupës së Botës. Por në këto kualifikuese, futbollistët e kombëtares kanë shkëlqyer, dikush me gole asist e dikush me paraqitje, por ka edhe nga ata që kanë vrapuar pafund. Në një postim në rrjetet sociale, Federata Shqiptare e Futbollit ka zbuluar 5 futbollistët më të shpejtë të ekipit përfaqësues. Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Mario Mita i kanë përshkruar kilometra të tëra në fushën e lojës. Vendin e parë e mban Bajrami, i cili ka arritur të vrapojë më shumë në një ndeshje të kualifikuesve, ku shpejtësia e tij maksimale ishte 34.18 km/h. Pas tij vjen Arber Hoxha, i cili arriti një shpejtësi prej 32.98 km/h, ndërsa Armando Broja dhe Myrto Uzuni arritën shpejtësi të njëjtë prej 32.23 km/h. Lojtari i 5 më i shpejt i kombëtares kuqezi në këto kualifikuese ishte Mario Mitaj, me një shpejtësi të arritur prej 31.47 km/h.